Në këtë video do të flasim pak për infarktin akut të miokardit. Është një nekroz e miokardit, do thotë e muskulit të zemrës, që vije si pasojë e ndërprerjes së furnizimit me gjak. Kjo ndërprerje e furnizimit me gjak ka si është rezultat, do thotë, i një okluzioni trombotik të arterjeve koronare. Ky okluzion ndodh për arsye të trombozës akute koronare, me që rast kemi një ruptur të pllakës aterosklerotike në kuadër të lumenit të arterjes koronare, edhe formim të trombit mbi këtë lezion, që çon rrjedhimisht, do thotë, në një okluzion apo në mbyllje të arterjes koronare. Infarkti akut i miokardit e ka një shkallë të mortalitetit për rreth 30%, edhe mendohet se rreth gjysma e vdekjeve ndodhin përpara arritjes së pacientit në spital. Shumica pacientëve kanë një histori, do thotë, për angina, për aritmi, më pas për faktorë të rrezikut për smundje të arterjeve koronare. Kur jemi tek manifestime klinike të infarktit akut të miokardit, vlen të përmendet që kemi një dhimbje të gjoksit, që është aq rënduese sa shpesh pacientët e shpjegojnë apo e përshkruajnë si një elefant është ulur në gjoksin e tyre. Më pas kemi një radiacion në pjesën e qafës, pjesën e nofullës, krahut, si dhe shpinës, zakonisht në anën e majt. Tutje vlen përmendet që dhimbja e gjoksit që vije si rezultat i infarktit të miokardit ngjan në dhimbje nga angina pectoris, mirëpo është më e ashpër, zgjat më tepër, edhe është refraktare, pra nuk përgjigjet në administrimin e nitroglicerinës. Shumë pacientë përshkruajnë po ashtu një simptom që është pra një diskomfort në regionin e epigastriumit. Po ashtu vlen përmendet në kuadër të klinikës që kemi edhe ato që quhen infarktet asimptomatike, por kur kemi një prezantim atipik dhe kemi infarkte pa dhimbje, zakonisht këto hasen tek pacientët post-operativ, pacientët diabetik, pacientët më në moshë, si dhe zakonisht tek gjinia femërore më tepër sesa tek gjinia mashkullore. Tek klinika, si simptoma të tjera vlen të përmendet dispneja, pastaj diaforeza, kemi një lodhje, kemi një nauze, vjellje, sinkop, por mund të kemi edhe atë që quhet sudden cardiac death si prezantim klinik, kur kemi vdekje të papritur kardiake të pacientit, e kjo zakonisht vije si pasojë e fibrilacionit ventrikular. Kur jemi tek simptomatologjia, secili pacient që na vije me një dhimbje që zgjat më tepër se 30 minuta, pra dhimbje të gjoksit, si dhe të shoqëruar me djersitje, pra diaforez, atëherë kemi bazat të forta për dyshim për infarkt akut të miokardit, e për këtë arsye duhet vazhdohet me procedura diagnostike, në kuadër të cilave dy kryesorët apo dy standardet e arta janë EKG-ja dhe enzimet kardiake. Në kuadër të EKG-s, ndryshimet që na flasin për një iskemi si dhe për një nekroz të miokardit janë vala T e ngritur, pastaj vala T inverse, e kemi segmentin ST të elevuar për të ngritur, që është mjaft diagnostike për infarkt akut miokardit. Në rreth 75% të rasteve është e saktë si diagnozë për infarkt akut miokardit, dhe na flet për një lezion transmural, do thotë që e përfshin gjithë murin e miokardit. Më pas e kemi depresionin e segmentit ST, kur kemi të bëjmë me iskemi subendokardiale, por mund të kemi edhe valat Q apo valet Q, që janë specifike për nekroz, mirë po zakonisht hasen më vonë. Kur jemi tek EKG-ja, në bazë të saj infarktet e miokardit i ndajnë në dy lloje kryesore. Në STEMI edhe non-STEMI, do thotë infarktet e miokardit me ST e levim dhe ato pa ST e levim. Këto pa ST e levim tham që janë pra si pasojë e iskemisë subendokardiale, kur preket 1/3 apo ndonjëherë edhe gjysma e pjesës së brendshme të miokardit, ndërsa ato me ST e levim janë më masive, edhe kemi një nekroz apo zakonisht iskemi të tërmurit apo të tërshtrashësisë së miokardit. Kur jemi tek modaliteti i dytë diagnostik, i kemi enzimet kardiake. Këto zakonisht merren fillimisht kur pranohet pacienti dhe më pas çdo tetor derisa të mirën 3 mostra. Në kuadër të tyre vlen të përmendet troponina, edhe kreatinkinaza, CK-ja apo edhe CK-MB-ja. Troponina është më e rëndësishmja, fillon të rritet 3 deri në 5 orë pas infarktit të miokardit, majën apo pikun e saj e mbrin brenda 24 deri në 48 orëve, ndërsa kthehet në normalitet apo në baseline brenda 5 deri në 14 ditësh. Ndërsa CK-MB-ja rritet, do thotë, brenda 4 deri në 8 orëve pas infarktit të miokardit,
pikun e mbrin më herët, brenda 24 orëve, si dhe kthehet në normalitet më herët, do të thotë brenda 2 deri në 3 dite, e pikërisht për këtë arsye është më efikase në detektimin dhe diagnostikimin e rasteve të rinfarktit, do të thotë kur kemi infarkt rekurrent pas infarktit fillestar. Kur jemi tek pjesa e trajtimit të infarktit akut të miokardit, këta pacient duhet të hospitalizohen, të vendosen në monitorim kardiak të vazhdueshëm, oksigjenim nëse ka nevojë, si dhe të afrohet, do të thotë analgjetik. Më pas duhet vazhdohet me regjimentin medikamentos të trajtimit të pacientëve, ku si agent vlen të përmenden beta bllokatorët, sidomos karvediloli, pastaj aspirina, e cila inhibon agregimin trombocitar në kuadër të trombit, më pas ACE inhibitorët, të trija këto klasa të barmave janë vërtetuar që e ulin shkallën e mortalitetit pas infarktit akut të miokardit. Më pas mund të vazhdohet me statina, që vlen të përmendet këtu atorvastatina, që e ul rrezikun për ndodhi të tjera apo të mëtutjeshme koronare. Tutje kemi oksigjenimin nëse pacienti është hipoksik, pastaj nitratet të cilat shkaktojnë një vazodilatacion dhe një efekt analgjetik, pastaj po ashtu morfin sulfati për efekte analgjetike, po ashtu mund të përdoret edhe heparina, sidomos enoxaparina. Mirë po tek heparina vlen të përmendet që zakonisht përdoret tek të dy llojet e infarktit, pra te stemi dhe non-stemi, po ashtu tek angina jo stabile, ndërsa heparina nuk përdoret apo nuk administrohet tek pacientët me anginë stabile. Kur jemi tek modalitetet e trajtimit, vlen të përmendet edhe metoda e tretë, pra ajo e rivaskularizimit, në kuadër të cilave i kemi 3 teknika kryesore. E kemi teknikën e trombolizës, pra shkrirjes së trombit, PCI apo Percutaneous Coronary Intervention, si dhe CABG apo Coronary Artery Bypass Graft, pra bypassi i arterave koronare. Tromboliza zakonisht preferohet të bëhet brenda 6 orëve të para, në kuadër të agjenteve që përdoren, pra trombolitik për shkeljerin e trombit, vlen të përmendet alteplaza, tenecteplaza, lanoteplaza, streptokinoza dhe urokinoza, si dhe vlen të përmenden disa kontraindikacione pra ku nuk preferohet tromboliza tek këta pacient. Kemi pacientët që kanë përjetuar një traumë, sidomos traumë të kokës, pastaj pacientët që ju janë nështruar për ndërhyrjeve kirurgjikale, pacientët që kanë pasur ICV të mëhershme, pacientët me aneurizëm të aortës, si dhe ata me një gjakderdhje aktive. Tek këta pacient pra nuk preferohet që të bëhet tromboliza, dhe tek këta zakonisht vazhdohet pra me PCI, pra me intervenim me kateterizim, i cila arrin që ta bëj hapjen e arterës koronare përmes stentimit apo ballonizimit, dhe pas PCI zakonisht pacientët vazhdohen me terapi të klopidogrellit përpos aspirinës. Tutje vlen përmendet që kjo CABG, do thotë bypassi arterëve koronare, zakonisht nuk bëhet në rrethana akute, përveç se në disa raste ku preferohet apo indikohet CABG emergjente, kur kemi të bëjmë një dështim të kateterizimit me aritmi ventrikulare, më pas me shok kardiogen, si dhe me komplikime mekanike, do thotë të infarktit të miokardit. E kur jemi të komplikimet, vlen të përmenden 6 komplikimet kryesore që mund të hasen pas një infarkti akut të miokardit. Për mi mbajt men më let, po i mbajt men si drama P, do thot drama P. D-ja qëndron për Dressler syndrome, R-ja është për recurrent infarction, do thot infarkt rekurrent, A-ja për aritmi, M-ja për mechanical complication apo komplikimet mekanike, A-ja tjetër për acute pericarditis apo për perikardit akut, si dhe P-ja është për pump failure apo për dështimin e zemrës. Flasim pak tash për secilën prej tyre. D-ja apo Dressler syndrome është një sindrom imunologjike, e cila ndodh disa javë apo disa muaj pas infarktit akut të miokardit. Kemi ethje, lodhje, leukocitozë, pleurit dhe perikardit, dhe zakonisht trajtohet me aspirin. Sa i përket RS apo recurrent infarction, infarkteve rekurrente, si sa më herët mund të diagnostikohen përmes CKMB. Nëse kemi një rritje në CKMB 36 dhe 48 orë më vonë, do thot pas rritjes fillestare, duhet të dyshohet për një infarkt rekurrent, apo nëse kemi një ST levim 24 orë pas ST levimit fillestar, prap duhet të dyshohet në një infarkt. Në kuadër të infarkteve vlen të përmendet që mund të kemi një zgjerim të infarktit fillestar apo një infarkt të një pjesë tjetër të miokardit. Sa i përket AS, do të mund të kemi aritmi si komplikime të infarktit të miokardit. Te mëja të komplikimet mekanike vlen të përmendet ruptura e murit të lirë, me që rast kemi një
mortalitet rreth 90%, edhe 90% të rasteve ndodh brenda 2 javëve të para, zakonisht 1 deri në 4 ditët e para pas infarktit të miokardit. Kemi më pas rupturën e septumit interventrikular, rupturën e muskujve papillar që mund të çojnë në një regurgitim mitral. Pastaj kemi pseudoaneurizmën e ventrikulit, e cila do të thotë na paraqet një rupturë vetëm të miokardit, po që përmbahet apo që do të thotë përforcohet prej perikardit, është e rrezikshme për arsye se kjo mund të çojë në një rupturë të murit të lirit të ventrikulit, si dhe kemi aneurizmën e ventrikulare që nuk është edhe aq emergjente sa ajo e mëhershme. Tek A-ja kemi pra acute pericarditis. Këtu vlen përmendet që perikarditi akut pas infarktit të miokardit zakonisht nuk trajtohet me NSAID apo me kortikosteroide, për kontraindikohet te ky lloj i perikarditit dhe zakonisht trajtohet vetëm me aspirinë. Edhe kemi përfund P-n, do të thotë drama P, kemi pump failure, pra kemi dështim të zemrës, dështim kongestiv të zemrës, i cili është shkaktari më i shpeshtë i mortalitetit intrahospitalor pas një infarkti akut të miokardit. Për fund vlen të përmendet edhe fakti që pacientët që kanë pasur një infarkt akut të miokardit janë në një rrezikshmëri të lartë për një insult cerebrovaskular brenda 5 viteve, do të thotë pasi që ndodh infarkti akut i miokardit. Kjo ishte shumë shkurt sa i përket infarktit të miokardit.